Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin Bardezi. Ashtu siç jeni mësuar me javë të tëra dhe tashmë jemi në sezonin e dytë të këtij emisioni, do diskutojmë tema fetare me karakter social. Sonte do të mbesim tek institucioni kryesor i jetës, që është familja dhe martesa. Martesa e hershme, shpëtim, bekim apo edhe burg për trinj fakt, rini në përgjithësi, për shkak që feja islame shpesh e promovon martesën e hershme. Këto dhe shumë të tjera do i diskutojmë me teologun e nderuar Ardian Sejdiu, që njëkohësisht është ligjërues dhe imam në xhamin Koha në Gaçk të Ferizajt. I nderuar, faleminderit shumë që jemi neve. Bismillahirrahmanirrahim, faleminderit për ftesën, përshëndetje për juve, stafin tuaj dhe gjithë ata që na dëgjojnë. Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi ju. Amin, faleminderit shumë. Janë dy terma në fakt, familja dhe martesa, shumë të gjana, po munduajmë që brenda 40 minutave ti përmbledhim pak. Unë thash për martesën e hershme, ndonë se shumë shpesh në për ligjëratat fetare, por edhe në për librat fetar, promovohet martesa e hershme. Çka është martesa sipas Islamit? Ndoshta si term dëgjohet shpesh në për ligjërime të ndryshme të xhollarëve, por edhe të njerëzve tjerë që se kanë fush fen, që flasin për martesën e hershme. Kur i referohemi martesës e hershme, kjo nuk nënkupton në fillet para të jetës ku njeriu s'është i vetëdijshëm për parimet e jetës, për parimet e martesës kështu me radhë. Na po flasmi për fillet para, po flasni për martesën e hershme në kuptimin që të gjini një lloj mesatare, të mos shkohet deri në kalimin e kufive të martesës, për shkak se jeta ka shumë detyrime të ndryshme dhe nganjëherë martesa e hershme është predestinim për çështjet më të bukura të jetës, për arritjen e qëllimeve më të mira të jetës. Pra ne Islami rekomandon martesën e hershme në kuptimin që të mos vanohet martesa, jo në atë kuptimin se duhet martohet në fillet para të jetës, duke pas parasysh që ndoshta njeriu nuk është edhe i aftë dhe nuk është edhe i përgatitur për betejat e jetës. Kurse kur po thoni të mos kalohet kufit, deri kur është kufiri sipas Islamit? A ka ndonjë moshë caktuar që ndoshta thu, okay, filani ka kalu kufit? Në fakt, në Islami nuk ka as prag, domethënë minimalin e ka për shembull, është mosha pubertetit, e cila vazhdon deri në moshën 18 vjeçare. Pi filleve të para deri te mosha e pikurisë është fjala. Ndërsa maksimum kufizim në martesë nuk ka, mund të martohet edhe në moshën e shtynë. Por qëllimi i martesës nuk është vetëm martesa formale, por është arritja e objektivave të jetës. Dhe nëse njeriu martohet, i ri ose e reja martohet në fillet para të jetës, po e marr për shembull vitet 20-25 vjet kështu me radhë maksimumi. Thjesht është një indikator se detyrimet e jetës kanë me ardhur në mënyrën më të mirë të mundshme, kanë realizuar në qëllimin më të mirë të mundshëm. Pra Islami prag të martesës e ka pubertetin, ndërsa limitin nuk ka limit, por që njeriu përmes martesës ka objektivat e jetës, jo vetëm formalisht, por ka qëllime të krijimit të familjes, standardizimit dhe shumë radhë. Si bëhet përzgjedhja e personit që e kalon jetën, vendos me kalon jetën sipas normave islame? Parimisht do ta kemi qartë një çështje në Islam. Zoti i Madhërisht kësaj teme ka kushtuar rëndësi të madhe. Pra martesa është një prej çështjeve më të rëndësishme të jetës. Është alternativa pothuajse e vetme, mbi të cilën ndërtohet kauza e jetës dhe nuk mund të zhvlerësohet në asnjë kohë, as në kohën tonë moderne, as në kaluarën nuk mund të zhvlerësohet domethënë martesa, sepse shpesh edhe dëgjojmë në jetën së bote që njerëzit mund të heqin dorë për martesës. Shumë thjesht. Dhe ne themi se në aspektin fetar, heqja dorë për martesës do të thotë ke heq dorë për një përgjegjësie të madhe, për një kauze të madhe, përmes të cilës lidhen edhe objektivat e jetës. Si përzgjedhet për shembull martesa? Kjo është një temë e gjanë, por fillimisht fillon domethënë me pëlqimin e palëve. Pastaj ndërtimi i kauzës të përbashkët, sepse martesa llogaritet se ti po e merr një bashkëlltar ose ajo po e merr një bashkëlltar të jetës, në për cilat kalon nëpër binarët e jetës. Dhe nëse bashkëlltari nuk është ekuivalent me idenë, me pamjen, me objektivat e jetës, mund ndodhë që nuk mund të jetë pastaj i përshtatshëm për betejat e jetës. E jeta ka beteja begje të mëdha, krijimi i familjes, edukimi i fëmijëve, orientimi e kështu me radhë. Pra fillimisht duhet ta kemi qartë këtë çështje se martesa
obligim për Zotit të Madhërisëm, është dhuratë e jetës, është prag mbi të cilën ndërtohet jeta dhe kauza jetës, dhe se abstenimi prej kësaj çështje do të thotë se ke abstenu prej një të drejtë të madhe që Zoti të ka dhënë dhe ke privu veten prej një mirësie të madhe të jetës. Mirë, ajo çka thatë ju hoxh, tha që ndoshta duhet me pa personin tjetër se sa është i gatshëm të përballojë dhe sfidat bashk kur përzgjedhin njëri tjetrin për të jetuar. Tash, nëse flasim sipas normave islame, sa është e mjaftueshme koha që me njoft personin tjetër, sa ja vlen, ose ndoshta po të humbet koha kot, me pas pranë, veç me u pas sy me sy, me një person që ndoshta vendos me kriju familje dhe me vazhdu rrugtimin tënd jetësor. Këtu janë dy koncepte të kundërta njëra me tjetrën. Sa? Sepse në islam, kur flasmi për martesën, martesa nuk është periudhë testimi. Pra, kjo është koncept i gabueshëm, që s'është pjesë e islamit. Kur është periudha e testimit? Që ta shpjegoj, për shembull, në kohën tonë bashkore, sidomos për viteve 70 e tek ne, në shoqëri të ndryshme, janë shpik statuse të ndryshme martesore. Bashkëtesë e diçka. Bile në ortodoksizëm ka ekzistuar edhe ajo periudha e testimit. Në islam nuk ka kësi periudha e testimit, që ta kemi të qartë. Nuk ka për shembull t'jesh me dikan një kohë të shkurtër dhe pastaj të mendosh se ti po e teston njëri tjetrin. S'është kështu. Pra, ky koncept është i gabueshëm në fe po flas. Në teori tjera mund ta përshafon kushdo problemit i tyre, por në po flasim në islam. Në islam martesa ka disa parametra. Parafërsisht një trungu familjar. Përjarda nga vjen për shembull burri ose gruaja. Statusi asaj familje në shoqëri. Baza intelektuale. Objektivat e jetës. Pra parafërsisht dihen paraprakisht. Dhe ndërmjetëson dikush që t'i ban bashkë dy familje, për shembull, dy të ri. Dhe ata në fillim, me këto parametra, në bisedën e parë, para se të vendosin, i tregojnë objektivat e jetës, qëllimet e jetës. Pra pse po dashka që të kenë lirit të tepruar mes veti, e pastaj mas një vjetë, 2 vjetë të rezulton se ne nuk kemi për një tjetrin. Por në realitet është realizuar diçka që ka qenë ndaluar të realizohet. Pra që t'jemi të qartë, në islam nuk ka test, periudhë testi. Në islam kemi thënë dhe po e përsëritem edhe një herë, martesa është ideal. Dhe në kuadër të idealit realizohen interesat edhe të dashurisë, edhe të ekonomisë, edhe të familjes, edhe të objektivave të jetës. Në kuadër të këtij ideali, por që në islam nuk mund të luhet kaq lehtë me këtë kartë. Sepse martesa është akt shumë i madh në islam. Është punën më të rëndësishme që mund ta marrë njeriu në këtë dunjë. Dhe nuk mundet për shembull me leju sheriati i Zotit Madhërisëm kaq lehtë me bë teste të tilla dhe pastaj mu shkatru familjen dhe shoqërinë në atë kuptimin se na po bëjmë test për njërin tjetrin. Islami përkrah dashurinë mes bashkëshortëve, në fakt, por tash në këto suaza që lejohet sipas normave islame me u njoftu çifti dhe me u martu, tash bjen që dashnia lind ma vonë apo është në shikim të parë? Se kjo edhe në aspektin social, për shembull, sociologjik është një farë debati se ekziston dashuria në shikim të parë apo rrugtim tutje çifti mundet me lind dashnia mes çiftit. E nderuar, kjo temë ndoshta ju takon tjerëve që flasin e për rubrika rozë që thonë këta ose në erotike kështu me radhë. Na po flasim në atë kuptimin islam. Sepse askush nuk e njeh njeriu më shumë se Zoti Madhërisëm. Dhe këto shpjegime që japin anësore, to e përshkruan njeriu. Çka mendon, a mund ta përshkruaj njeriu më mirë njeriu apo krijuesi njeriu? Krijuesi. Dhe tash kjo puna e dashurisë, që po diskutohet në libra të ndryshme, romane kështu me radhë. Pra ka hiperbol, ka smadhim, ka edhe jo sinqeritet, sepse thjesht po përshkruhet diçka. Ne po flasim në rrafshin do me thonë fetar real, sepse jeta është reale. Zoti Madhërisëm e ka krijuar njeriu, burrin dhe gruan, të tillë që në mënyrë të natyrshme e ndjen nevojën për njëri tjetrin. Dhe në kuadër të nevojës për njëri tjetrin, lindin pastaj edhe pëlqimi, lind pastaj edhe dashuria. Por kjo nuk do të thotë se do të blehet kohë, sepse kjo që t'jemi qartë, kjo lloj koncepti që na ka servuar neve, o të shkatru familjen në Kosovë, o të shkatru trungin shqiptar.
sepse po i thuhet s'ka problem, deri ta din se apo e don as po don ti bashkëto, s'ka problem. E pastaj mas 2-3 vjet e 5 vjet, valla çeta shumë s'po du. Pra kjo është me lujt me një kartë, të se nuk e lejon Zoti i Madhreshëm dhe nuk është frytdhënëse dhe nuk është objektiv i jetës kjo. Pra martesat që t'jemi të qartë është nevojë edhe shpirtërore, edhe fiziologjike, edhe ekonomike, edhe biologjike. Në kuadër të kësaj ndjenje që ka kriju Zoti i Madhreshëm, lind ky sektori i që quhet dashuri. Dhe kjo nuk do kohë shumë. Vjen pëlqimi, paraprakisht bisedohen për objektivat e jetës, i për ta fat të vendosur për këtë çështje, vendosur në më të mundshme, duke bërë përgjegjësinë për njëri tjetrin, sepse askush nuk e din të ardhmen, se si fillon sot dhe si mbaron nesër. Jeta ka sfida dhe një martesë e cila bëhet, domethënë me dashuri, me mençuri, me objektiva të sakta të jetës, ajo i mbijeton kohës edhe sfidave të kohës, sepse në fundin këtë jetë nuk ka mundësi pa u sprovu. Do të fillon një jetë mirë, por nesër ndoshta goditesh me sprove ku diçka. Pra, dallimi mes Islamit dhe teorive tjera është kjo, se në Islam nuk ka periudhë të testit. Dhe dashuria është nevojë që lind përmes proceseve të natyrshme të jetës. Dhe nuk ka nevojë të bëhet eksperimente me këtë çështje. Shumë çifte të reja sot po hezitojnë u martu, jo përmendet që edhe pjesën ekonomike. Realisht Zoti na udhëson që kur të martohesh vjen edhe bereqeti, hoq bashkë me martesën. A është e vërtet kjo? Është e vërtet. Në aspektin islam, martesa është një derë e hapur e rrezikut. Dhe kjo nuk është vetëm teori, por është e kapshme edhe në aspektin praktik. E dini sot çifte të ndryshme janë martu me një standard të ulët të pasurisë. Dhe Zoti i Madhreshëm ka bërë bereqet në atë martesë. Dhe ju ka hapur dyrët e rrezikut me kalimin e kohës. Dhe ne jemi një popull që këtë çështje kemi shumë qartë. Pra, ata të cilët nuk martohen ose hezitojnë të martohen, nga frika e rrezikut, ata se kanë kuptuar misionin në jetën e bote. Sepse edhe distancimin nga martesa për frikës e rrezikut është pengesë për rrezikin. Pra është një koncept i gabuar i jetës për të arritur qëllimet materiale të jetës. Pra Zoti i Madhreshëm e njeh të ardhmen e çdo njeriu, çdo krijese. Dhe ai po na porosit që nëse martohemi me objektiva të qarta të jetës, një për shkak se martesa është obligim, e dyta për shkak se martesa ndikon në forcimin e identitetit familjar dhe moral të njeriu. E treta, martesa është lidhse, që e lidh një gjenerat me tjetrën. Nëse me këto objektiva martohet, padyshim se rreziku do të vjen sepse fundit askush në këtë dunja nuk ka pa rrezik. Dhe askush në këtë dunja nuk del pa e marrë rrezikin e vet. Pra, këta janë gjë matematika që i bën njeriu, që shpesh e ngarkon veten me diçka që nuk është dorë e tij. Pra ne po themi kështu dhe po e përsëris edhe një herë, martesa është bereqet, është begati pe Zotit Madhreshëm. Dhe në kuadër të kësaj martese kanë moralizuar qëllimet më të mira të jetës duke përfshirë edhe aspektin material të saj. Mirë. Para se shkojmë te martesa është edhe ceremonia e fejesës. Sipas Islamit, çysh bëhet një ceremoni e fejesës mes dy të rinjve? Tash në Islam ka dallim mes fejesës edhe aktit të nikahit. Apo. Domethënë në Islam ka dallim. Domethënë janë dy statuse të ndryshme, dy etapa të ndryshme. Kjo nikah është martesa? Nikah është martesa. Okay. Domethënë kurora. Nikah, nëse përkthehet në gjuhë shqipe, i bie kuror, që bëhet me ligje, me akt, domethënë të noterit e diçka dhe me përgjegjësi të madhe. Kur ndërsa fejesa është një akt formal. Me një farë forme e ka zgjedh njëri tjetrin, e ka seleksionu. Edhe me një farë forme ka marrë një premtim domethënë por një të armët përbashkët. Ja ka dhënë fjalën. Fjalën me një farë forme. Edhe me një farë forme është identifiku si e ardhmja e dikujt tjetër, dhe nasirtas. Por këtu te fejesa ndryshon statusi, nuk është njëjtë sikurse te kurora, që nuk kupton se shumë gjana i ndalohen, domethënë çiftit në fejesë, sepse ende janë në shkallë të parë të njohjes dhe nuk do të kanë ndalesa mes tyre shumë. Çka i lejohet? Asgjë përveç bisedës. Për objektivat e jetës. Po. Dhe ata në prani ose me dëshmi të prindve kështu me radhë. Nëse akti i martesës në kupton se definitivisht kanë vendosur që ta marrin përgjegjësinë e jetës me të mira dhe të këqija që mund të sjellë jeta,
dhe duke bartë përgjegjësinë për ndërtimin e familjes, ruajtjen e familjes dhe avancimin e kauzës së familjes në të ardhmen. Po, mirë, po, për shembull, kur thatë asgjë përveç bisedës, tash nëse djalë ose vajza gjatë bisedës e shet që nuk kanë ndonjë përputhshmëri të madhe, a është shumë gabim që ndoshta me u tërheq prej fejesës? Jo, nuk është gabim. Do me thonë në shumë nisën rasteve lejohet edhe tërheqja e fejesës. Vetëm që t'jemi të qartë në mentalitetin tonë. Po. Ka pasoja tërheqja prej fejesës. Sepse populli në mënyrë automatike e akuzon si diçka si burrë e gru. Po. Dhe begi pastaj krijon telashe tjera. Po na po flas në aspektin fetar. Fejesa shumë herë mund të anulohet. Anulohet për objektivat e jetës. Për shembull, në rrugtim me sipër, gjatë fejesës për shembull, del një element që nuk është thonë. Del një emet që s'është kallëzu. Ose del një e keqe që është mbulu. Dhe pala, mashte po femna, ka të drejtë të thotë jo, për këtë arsye ti s'më ke dërguar me ku, dhe unë mendoj që kjo çështje nuk është në rregull, sepse kjo çështje më pengon të ardhmen për ta ndërtuar familjen dhe për të realizuar qëllimet e jetës dhe në këtë rast lejohet edhe tërheqja prej fejesës. Mirë, e dim që e kemi diskutuar shumë shpesh që ne në disa çështje kemi vullnetin tonë të lirë. Na ka lënë Zoti me vullnetin tonë të lirë për të zgjedhur. Martesa hyn në këtë pjesë apo kismeti është tjetër muhabet? Që të jemi të qartë, caktimi është proces. Sepse shumë herë edhe mund ta kesh kuptuar këtë çështje. Parimisht po flasim se asgjë nuk mund del prej dije Zotit Madhreshëm. Ësakt. Që të jemi të qartë, asgjë e vogël apo e madhe që lidhet me njeriu dhe me botën në përgjithësi, edhe në planetet që ne nuk i njohim. Asgjë nuk ndodhi jashtë gjykimit të Zotit Madhreshëm dhe jashtë dijes Zotit Madhreshëm. Po kthehemi në rrafshin njerëzor, sepse njeriu, shembull, është ai i cili i artikulon këtë çështje, i diskuton këtë çështje, edhe ka të drejtë të diskuton këtë çështje, sepse Zoti ka dhënë potencial intelektual që të diskuton për këtë çështje. Por sa qëllon është çështje tjetër. Padyshim se edhe martesa, edhe jeta bashkëtorë është caktimi i Zotit të Madhreshëm. Por njeriu deri te caktimi e ka të drejtën absolute të kërkon më të mirën të mundshme, qëllimet më të mira të mundshme të jetës, partnerin e duhur për jetën e vet. Mbas perimetrave që ai don, për shembull. Pasuria, bukuria, përjardhja, ku diçka. Pra ai ka të drejtë të zgjedh. Dhe në proces e sipër që nuk ka kush kon tjetër përveç se me realizuar atë që Zoti Madhreshëm e ka ditë para se të vjen njeriu në jetën e bote. Pas cilat parime zgjedhin njëri tjetrin çiftin për shembull. Çka duhet me pas parasysh një djalë dhe një vajzë muslimane kur propozohet një djalë ose një vajzë dhe ai me shiku për shembull është mjaftueshëm fetar, gjendja ekonomike. Se sot çiftet e reja po zgjedhin vetëm bazë gjendjes ekonomike për shembull. Ky është një gabim i madh që ne po e përjetojmë sot dhe në fakt po e paguajmë likur. Domethënë kriteri i pasurisë për zgjedhjen e bashortit dhe bashortës në kohën tonë po rezulton si diçka fatale për ardhmërinë e familjes. Dhe argument për këtë çështje janë statistikat që flasin për shkolarizimin. Domethënë vetëm muajin janar deri në muajin maj të këtij viti, një numër marramendsi i shkolëzimeve që s'ka ndodhur ndoshta 50 vitet e para, 50 vite më hershëm. Arsyeja ku është? Dhe në bisedë sipër e del sepse e ka zgjedhë të gabueshmën. Domthonë kriteri ka pas pasurinë dhe ndërkohë që tjera kriteret s'kan vlerë dhe ka pasë domthonë pasuria nuk është kriteri i jetës, e pastaj duhet me determinu fatin e familjes. Në Islam janë përcaktuar kriteret e martesës, zgjedhjes për martesë. Na thot pejgamberi alayhis salam, dhe kjo është praktike tek shoqëritë. Thot 4 çështje e determinojnë ose e çojnë njeriu me zgjedh fatin e martesës. Ka thonë përjardhja familjare. Ju e dini të kaluarën ka luajtur shumë rol përjardhja familjare. Bëjmë edhe principatat më herët kanë pas begi e kanë pas kriter këtë çështje. Me marr për shembull ato udhëtësia me marrë dhe me dhanë të udhëtësia tjetër. E kanë pas ta si mentalitet edhe para orës së Islamit. Do me thonë përjardhja familjes. E dyta është pasuria. Si kriter që është përdorur dhe përdoret edhe sot. E treta është bukuria e çiftit, do me thonë pamja.
Dhe katërt është identiteti fetar dhe moral. Dhe pejgamberi sa më thot, zgjedhni ata i cili ka identitet njerëzor, vlera morale, duke përfshi fejen, se feja është rrugë morale. Thot ai që zgjedh thot kriterin e fesë, morale, etikës, familje. Dhe ja na shkalon këto për ardhmen. Se çka ka rëndësi pse nuk është për një princi ajo. Dhe çka ka rëndësi pse nuk është e pastër ajo, ose ai. Çka ka rëndësi jeta, çka lidhet me pasurinë. Por e zgjedh do të thonë të dinjitetshme. Morale, etikën. Thot pejgamberi sa, kush e zgjedh këtë? Normal që marrë ka më pas bereqet. E kush i ikë që ti termi, i ikë që ti kriteri, e zhvlerëson, e na shkalon, thot natyrisht që ka hi me një qërë sakak që është vështirë të del prej. Deri në cilat gjëra do të thonë duhet me dëgju tjertë, këtu rrethin familjar po flas, kur vjen puna me vendos për fatin e jetës tonë. Nuk ka në farmase kufizuse deri ku duhet të dëgjohet familja. Që t'jemi të qartë. Se për shembull ka thonë, dohet që thonë më ngu mua e merr për shembull ekspersonin ose merr tjetrin se ndoshta është i përshtatshëm për sy të tjetrit, por ndoshta nuk është i përshtatshëm për personin fjalë. Zoti i Madhërisht këtu i ka dhënë liri për me vendos secili për fatin e vet. Dhe ne prind e kemi për obligim të ja sqarojmë situatën vajzës ose djalit. Dhe t'i themi për shembull, ti je përcaktu, ose ty të pëlqen dikush. Po për informacionet e tona që kemi, statutin familjar, vlerat morale në të familje, e kështu me radhë, shembull, na rezultojnë që kjo nuk është e qëndrueshme. Dhe e këshillojmë. Të mos e merr këtë rrugë, sepse pasojat e jetës janë mëdha. Po nëse ai insiston, me çdo kusht, ne si prind e hekmi përgjegjësinë. Por ka raste ku si prind edhe frenojmë. E frenojmë, i thënë jo. Sepse kem të drejtë si prind me mbrojt ardhmërinë e fëmijëve tonë. Domethënë kem të drejtë si prind me mbrojt djalin ose vajzën për një martese e cila mund të ketë pasoja fatale në jetën e përditshme. Pra, lirinë e zgjedh, e ka lirinë, por në rast se nuk ka njohuri për më shumë çka ndodh në familje, atëherë duhet me dëgju ata të cilët t'i japin informacione të sakta për çështjen në fjalë. Po, ky ndërmjetësuesi çfarë roli lum përveç që i njofton ka dy, a ka ndonjë përgjegjësi tutje? Ndërmjetësuesi, kjo puna e mësitit që i thojmë ne për shembull. Interesant kjo çështje ka ekzistuar edhe te popujt tjerë. Edhe pse tash ndërmjetësuesi na zaventsu me Facebook, me ku diçka, po atëherë kon person fizik. Do një person që i ka njoft dy anë të familjes. I ka njoft domosdoshmë dy palë në fjalë. Madje i ka njoft edhe moshën e burrit dhe moshën e vajzës për shembull. Dhe kanë ndërmjetësu. Në shumicën e rasteve ka qenë i sinqert. Mësiti ka qenë domethënë njëri që ja ka dashur të mirë në familjes dhe ka thonë unë mendoj se ju si familje përshtateni, keni cilësitë e përbashkëta, jeni të etike shumë me radhë. Pra ky është roli i mësitit. Dhe mësiti ka një përgjegjësi sepse nuk duhet me kamuflu situatën. Ai duhet me tregu të vërtetën. A ndodh hoç me kamuflu? Se thënë në shumicën e rasteve është i sinqert. Tash, a ndodh që mësiti vetë ka marrë në qafë po dy familje për shembull? Ne i takojmë edhe ti takon këtij populli dhe di që ki informacione në jetën e përditshme që ka mundësi mësiti me pas domethënë gabim fatal. Devijim. E kam mbulu një fakt për shkak. A zgjidhet ky problem? Jo, ajo nëse është martu çish me zgjidhje, e bën një përgjegjësi të madhe para Zotit të Madhërisht për shkak se ka gëny ose ka mshef një fakt. Sepse ky çish merr shpërblim të Zotit për një të mirë që e ka bën, për një ndërmjetësim të mirë. Ky edhe ndëshkohet te Zoti i Madhërisht për një të keq që e ka bën, sepse nuk mundesh për një shefje të një informacioni ose të një çështje me marrë qafë palën tjetër. Kur po flasim për informacionin hoç, deri në çfarë lloj informacione i lejohet djalit edhe vajzës me pas për njëri tjetrin. Domethënë po flas këtu që shpesh edhe diskutohet e kaluara e të dyve. A ka ndonjë limit këtu hoç apo vendos vetë çifti çka po don me fol, çka nuk po don me fol? Ne përsëri po i referohemi fesë. Ne nuk po i referohemi tekave individuale të njerëzve. Po. Që t'jemi të qartë. Po për shkak të emisionin. Ne jemi të fol për parime. Ne jemi të fol për praktika individuale të njerëzve. Edhe për shije të tyre. Ne po flasim për parime. Se parime mbi gjitha. Pra këtu mund ndryshon shija, perceptimi, botkuptimi tjetrit. Por ne po flasim për parimin. Dhe tash në martesë,
në martesë diskutohet gjithçka. Edhe asnjë emet, qoftë e burrit apo e gruas, nuk duhet të mshifet në negociata për të martesa. Nëse mshifet dhe pastaj zbulohet që e kam shef, pala e kundërt, cila do që tjetë, ka të drejtë të hek dorë për martesës dhe penalizimin e ban personi që kam shef të vërtetën. Sepse, a diçka do me thonë ti me ruktu me dika jetën se bote edhe me besu jetën. Nga se nuk ka më të afër në këtë dunja se sa çifti bashkëtorë. Nuk ka më të afër. Do me thonë, ti pja beson jetën dikuj që kam shef diçka. Por shembull ka qenë kriminal, ose ka qenë kriminale, ose ka qenë narkotike për shembull. Dhe e kam shef këtë fakt. Normal, se ka ndash me shef. O ka ndash me tregu që jeta më ka qu me një kajet ka bune, i kam pas të sprova në jetë, dhe tash ti si burë ose si grue, nëse më ndihmon me ti kalu këtë çështje, jemi në rregull. Nëse më ndihmon është drejtë jote me thon po ose jo, dhe kaq ama jo me mshef. Unë më mora si shembull këtë çështje sepse mund të ketë gjëra tjera që... Gjëra tjera, po, është shumë e qartë e kuptueshme. Por, huq, okej, e zgjedhën çiftin njëri tjetrin, po mendojnë me kriju të ardhme dhe familje dhe punë, po para kësaj është një ceremoni martesore që shpesh edhe na si shqiptar ndoshta e tepërojmë. Për më thonë kogja shpesh, sidomos ditën e martesës, qysh sipas fesë dhe normave islame qysh bëhet ceremonia martesore mes dy të rinjeve? Përsëri këtu janë dy çështje. Një është akti i martesës, që thuhet kurora. Po. E që është procedurë e thjesht, pa kosto. Janë për shembull përgjegjës, janë prezent. Dëshmitar. Burri në këtë rast dhe antari familjes së gruas, baba, vllavi ose ka autorizuar familja. Okej, veç burri ka këto te kurora. Te kurora po. Mund të qenë gruaja prezent, nuk ka problem, por na po flasim se kena domethënë në aspektin e shariatit. Ne diskutojna me burrin, se përgjegjësinë ka me bëjt ai. Edhe kjo është zbërthejet kjo. Domethënë, janë prezent dy palët. Janë dy dëshmitar. Është formula se si mirë dëshmia. Pyetët. A je i vetëdijshëm për shembull për këtë çështje, ose a ke kërku filanën për martesë? Cila është objektivi i jetës? Pyetët. Dhe i thu prindit të vajzës, a dëgjove për shembull? A është e saktë kjo që ky ka kërku filanën për shembull për grua? Edhe pastaj është përgjigja po dhe jo dhe caktohet merri. Kjo është domethënë aspekti juridik. Ndërsa aspekti ceremonial, mënyra që e bëjmë na organizimin e dasmës është çështje që i takon njerit. Domethënë nuk ka ndërhy feja këtu. Për shembull, ti mundesh me bëni dasmë me 2-3 mijëra. Dhe mundesh me bëni dasmë me 30 mijëra. Është e drejtë e jotja. Kur gjas ndikon në kuror, domethënë në aktin e martesës. Thjesht një manifestim që e bën njeri në mënyrën që çdo. Po, është e pëlqyeshme. Në Islami rekomandon që në ditën e dasmës të tregohet se ka gëzim në atë familje. Sepse po fillon një jetë e re. Dhe do të motivohen çifti, domethënë, të inkurajohen për jetë, të tregojmë se këto njerëz janë dëshmitar të martesës tuaj. Dhe këto njerëz e kanë mirë prit martesën tuaj sepse fundit po vjen një familje e re në shoqëri. Dhe ne duhet t'i gëzohemi për shembull armërisë së secilës familje në jetën e kësaj bote. Martesat e vënume hoqë dhe non-stop kur ndoshta i bën presion personave që i ki rriti familjar ose më gjerë. Çka thot feja për këtë pjesë? Domethënë, ndoshta një person ka vazhdimisht presion për këtë çështje. Ne tham fillimisht se Islami e rekomandon martesën. E nxit martesën gjatë gjithë jetës. Por tash, nëse njeriu e vanon martesën, vanohet në procese të jetës. E qartë, po. Domethënë, këtu se di sa po jemi të qartë me bë dallimin, domethënë. Krijimin e familjes. Vanohet në krijimin e familjes. Vanohet në arritjen e objektivave të jetës. Madje shkenca po na rekomandon për shembull tash edhe krijimi i familjes, lindja e fëmijëve është më herët është më mirë, sepse më shumë më pak është i atakuar prej defekteve të mundshme, për shembull, ku e di gjenetike, ku di çka, po shpjegohet në fe, në shkencë. Por nëse një njeri për çështje të jetës, për fatina të keq ose po ku di çka, ju ka vënë martesa, ne nuk mund ta penalizojmë, ne nuk mund ta akuzojmë për çdo ditë. Ne e dojmë të mirën.
dhe bëjmë përpjekje maksimale që ta çojmë deri te martesa. Ti shpjegojmë se kjo është rruga e vetme e ndërtimit të familjes. Kjo është përgjegjësia individuale për cilën ti nuk mund me pështu nesër, sepse Allahu ka obliguar për këtë çështje. Dhe në këtë mënyrë ti shërben familjes, na e nxismi, por me një farë forme jo deri në atë masa që ta demoralizojmë dhe ta penalizojmë dhe ta bëjmë njerin të ndihet fajtuar për diçka që ndoshta nuk është në dorën e tij. Ju tha që për diçka që nuk është në dorën e tij, ka persona që ndoshta e kanë fatin tillë sa që ju ka caktuar që mos më u martua dhe më najton jetën vet? Është e mundshme. Pse ndodh kjo? Është e mundshme që pse ndodh tash Zoti Madhërisht me ditë më së miri për secilën gjendje secilit pse e ka krijuar ashtu. Në jetën kësaj bote bëjmë përpjekje me dëgju urdhën e Zotit. Mja boj izmetin. Tash të msheftën. Nuk e di askush përveç Zotit Madhërisht. Nuk e di askush përveç Zotit Madhërisht. Por është interesant kjo çështje. Nëse marr me njerëz më të mirë në jetën kësaj bote. Të gjithë kanë qenë të martuar. Dhe kanë krijuar familje. Me prashtimet e vogla, po flas për pejgambert, që janë njerëz më të mirë në jetën e bote. Të gjithë janë martuar, të gjithë kanë krijuar familje, të gjithë kanë pasardhës. Preashtimi numri i vogël i pejgamberëve për shkak të jetës së tyre, domthonë vështirësive të jetës dhe kalimit në botën tjetër herët. Dhe tash, ne themi kështu, njeriu në jetën e kësaj bote e ka të drejtën, urdhërohet, rekomandohet që të bën përpjekje me realizu qëllimet e jetës. E në rast se nuk i realizon, pas kontributit që jep, thjesht i dorëzohet me asaj se Zoti Madhërisht kështu e ka para pa jetën tëm dhe unë duhet me qenë i kënaqur me ata që Zoti ka gjithë. Është e rëndësishme me bë përpjekje deri në fund jetës. Po. Mandej aty është çështje e Zotit. A ka mu pyet personi në botën tjetër për këtë çështje? Jo, nuk pyetet. Nuk pyetet. Jo, nuk pyetet. Mirë. Te krijimi i familjes, pak ka shumë e përshkruar procedurat derisa një çiftëri të njihet, sa është e rëndësishme krijimi i familjes sipas Islamit, vazhdimësia, meqense se ta që martesa është ideale. Po pikrisht pse martesa është ideale? Sepse në kuadër të idealit krijohet një familje. Dhe në kuadër të kësaj familje krijohet një shoqëri. Dhe në kuadër të kësaj shoqërie e sigurohet vazhdimësia e jetës njerëzore në tokë. Pra, familja është një kolar i zinxhirit të gjatë. Nëse shkputet martesa, shkputet kolari, shkputet familja dhe gradualisht vjen deri te shuarja e njerëzimit në tokë. Nuk ka me aq sa kemi parë për libra. Nuk ma men historia e njerëzimit që mund të ketë fushat antifamilje më shumë se në kohën tonë bashkëkohore. Dhe si rezultati i kësaj fushate, edhe përmes ligjeve dhe përmes projekcione ku diçka, e kanë vënë në pikpyetje armërinë e shoqërive, duke e reduktuar martesën dhe duke e reduktuar pastaj familjen dhe gradualisht duke reduktuar edhe shoqërinë. Pra pe objektivave të jetës është pasardhës. Është interesant Zoti Madhërisht e ka mbjell në zemër të njeriut një lloj instinkti që ai ka vunë dhe ka dëshirë me pa, do me thonë, brezin ka rritet, ka vjen mrapa tina. Zoti Madhërisht mos e privoft askan nga kënaqësia pasardhësve. Sepse më e mira jetës kësaj bote është kur gruaja se burri rrit një fëmijë në pranë. O dhuratë shumë e madhe. Dhe kjo është objektivi i jetës. Dhe kjo është qëllimi i martesës. Pra që ti sigurohet armëria njerëzimit. Po, kurse, për shembull, shpesh ndodh që çiftet e reja apo sa të martohen, e kanë edhe çet presionin social, hoq, për shembull, tash na nuk i dim punët e askujt që, hajde ma, çka po pret, një fëmijë, domethënë kjo është çështje shumë personale e çiftit, ndoshta që na nuk di me bën ndasi dhe dallime. A sipas fesë, çka sugjerohet këtë? Po them, Islami e ka leju çiftin bashkëshortor që ta planifikon familjen. Po flas tash me terme juridike. Në Islam lejohet planifikimi i familjes. Ç'është bëhet me terme juridike? Për shembull, një çift bashkëshortor është martuar dhe ka disa objektiva në jetë për 1 vjet, 2 vjet, për shembull, on studime, on punë ku diçka. Ai lejohet që të shtyhet për shembull Kanë marrëveshje. Kanë marrëveshje. Lejohet planifikimi. Lejohet planifikimi i martesës dhe ato që janë ansor, familja ku diçka, pa qëllim të keq e bën këtë presion. Sepse nga një herë
nga njëherë ti sheh diçka që ata nuk e shohin. E diçka do me thonë më të fol dikush që ka kaluar rrugë para teje. Pra jo ka me thjeshtësi mund të refuzojnë argumentet e atyre që kanë provu në likur për shembull situatën e jetës. Pra duhet mi marrë si të mirë qenja këtë çështje. Dhe për fatin e mirë ato thonë për shembull kem qef ose sidomos prind për shembull që kanë qef të banë gjyshe. Po kjo është e drejtë e tyre, është një knatësi e madhe aty dhe pra nuk e kanë me qëllim të keq, por që planifikimin islam lejohet derisa Zoti i Madhërisht me caktimin e vet e realizon planin se herë që ai ka bërë më realizu. Po, kurse shpesh hoxha është edhe një impresion tjetër që ose duhet gjithçysh me kon djalë ose nëse i bën 2-3 çika mandej vajza apo vlasin këtë pjesë, mandej fillon edhe paragjykimi ndaj shikosh pak më ndryshe. Qysh më u zhvesh për këtyre komplekseve? Këto janë defekte që i ka shoqëria. Këto nuk janë defekte që kanë ardhur pi fesë. Feja përkundrazi. Çka ndihmon feja për me i hek defektet? Feja, që t'jemi të qartë edhe njerë. Feja, Allahu Gjelle Wala në Kuran në ka mësu se nuk ban dallime mes djalit edhe vajzës. Këto kriteri i ka kriju njeri. Kë standardi ka bo njeri, jo Zoti i Madhërisht. Bile Zoti i Madhërisht kur i referohet fëmijëve, thot kuj du jap vajza. Kuj du jap djem dhe vajza, kuj du jap vetëm djem. Dhe kuj kundu si jap asgjë. Që nën kupton se pasardhëst nuk janë në dorë të njerit, por është vendimi i Zotit të Madhërisht. Dhe nëse Zoti i Madhërisht ka zgjedhur për shembull që dikush të ketë vetëm vajza, dhe Zoti i Madhërisht ka zgjedhur që dikush të ketë vetëm djem, Zoti ka zgjedhur këtë çështje. Është e drejtë, është domosdoshmë vendimi i Zotit të Madhërisht. A ka të drejtë njeriu me pas preferenca? Ne kem të drejtë me pas preferenca, por jo deri në atë moment sa që të penalizohet pala tjetër, ose të gjykohet për shembull çifti bashkëtor, ose njëri prej tyre të fajsohet, jo sepse kjo nuk është në dorë të njeriut. Për këtë arsye, kjo shoqëria jonë patriarkale e ka ushqyer një lloj gjykimit të gabueshëm për çështjen e fëmijëve në familje. Edhe sot asoj dite nuk po mund njerëzit me u shkput për këtij gjykimit gabueshëm, sepse penalizojnë për shembull gruan ose burrin ose e fajsojnë sepse kinse sipas tyre pse nuk ka ardhur djalë, sepse nuk ka vajzë, harrojnë sepse kjo është vendimi i Zotit të Madhërisht dhe jo çështja e njerit. Edhe pak çështje për këtë pjesë, hoq, a ka ndonjë shpërblim për atë që për arsye jo që varet në dorë tyne, Zoti nuk ju jap fëmijë? Po. Ata të cilët Zoti i Madhërisht i ka privu prej kësaj kënaqësie, prej kësaj dhurate, do t'ia kompenzon në botën tjetër. Dhe siç ka në transmetime të ndryshme, jo që lindin edhe në botën tjetër. Se në xhenet nuk lindin. Po. Në xhenet hyn banorët e xhenet ato që janë. Por Zoti i Madhërisht për të mirave në xhenet që i ka, të pakufishme, të paimagjinueshme, ja mundson që ato të kenë në farformë lloj fëmije në moshën që ata e dojnë. Sepse nëse Zoti i Madhërisht pas ka kriju xhenet që mendja s'ja merr njerit, syri s'ka pa dhe ndjenja e njeriut se ka shiju, a ka e vështirë për Zotin që ai ta josh robën e vet ose t'ja kompenzon këtë dhimbje robët vet me diçka që ka dashur edhe kësaj bote, duke stimuluar një lloj fëmije në xhenet për shembull. Pra kompenzohet e Zoti i Madhërisht, pa dyshim në botën e përjetshme dhe kanë privilegj për shkak të durimit që kanë bërë në jetën e kësaj bote. Po, i nderuar jemi drejt fundit, por normal që ne jemi këtu për të diskutuar për një martesë lumtur edhe për shtimin e familjes, në fakt shëndosh sipas kriterjeve islame. Por nëse këtu, domethënë gjatë rrugës martesa nuk funksionon, sipas islamit çysh tërhiqen palët edhe cilat janë dëshkimet ose çysh funksionon kjo pjesë? Në rast se në rrugtim me sipër çifti bashkëtorë gjen pengesa të mëdha, të natyrshme ato pengesa, normale. Pra prishet një çaj. Ndërpritet, domethënë, jeta bashkëtorë mes tyre, por natyrisht nëse njëna palë është fajtore, penalizohet këtë rast. Ne në fillim nuk e përmendëm një çështje, një lloj kaucioni. I thonë meher arabisht. Dhurata, që Zoti i Madhërisht e ka obligu burrin me i dhënë gruas në rast se don me lidh kontratë martesës.
Dhe çaja mehri, dhurata, mbulesa, ose me kaucioni, është siguri për të ardhmen e gruas, në rast se burri është fajtor. Por normal, natyrisht, nuk prishet martesa për tekat njerëzve. Nuk prishet martesa për arsye banale të jetës, sepse martesa është marrëveshje fuqishme. Është diçka jashtëzakonisht e madhe te Zoti Madhreshëm. Dhe më së shumti që urren Zoti këtë lejuarën e urren prishjen e martesës, sepse prishet një rrugë gjatë e jetës. Pra jo për shka do të më prish martesa, por në rast se Zoti na ruaj prishet për arsye të ndryshme. Qofshin ato morale për shembull, qofshin ato abuzuese, e ku diçka, atëherë gjendet fajtori mbas të argumenteve që janë në tavolinë për shembull, ligjeve në fuqi, po flasim në Islam na, edhe pastaj penalizohet në palë. Kur prishet kjo martesë, hoq për shembull shumë gra ne kum pa që ndoshta atë shumë zgënjen sa që ma nuk tentojnë me gjithë fatin e jetës. A kanë drejtë me vazhdu me jetën e tyre me dikon tjetër? Pa dyshim. Edhe interesant studimet e fundit që më ka ra me i lexu, shkrurizimi ndikon bege shumë të dy palët, por më shumë varet e gruaja. Mos mendon që edhe ai burri i cili shtiret se është i fuqishëm dhe e ka shkurizu pa arsye gruan. Mos mendon që ai ka mundësi mos mi vujt plak të kësaj ndarje. Sepse studimet po thonë që edhe ky vujt begi shumë. Edhe ndoshta e ka të pamundur gati me realizu qëllimet e jetës në atë kuptimin e mirë. Por ne çka po themi këtë rast? Secili burr dhe grua që e kanë ndërprer raportin mes veti. Pas një kohë të shkurtër, ata kanë të drejtën e Zotit, e kanë të drejtën e jetës, që ta vazhdojnë jetën me katë do tjetër që ata dojnë dhe që e mendojnë se është ekuivalent për ta me vazhduar gjysmën e rrugës tjetër të jetës. Mirë, po hoq, unë nuk e di sakt, jam shumë e sakt, po nuk e di e kom lexu dikun që është shumë interesant nëse dënë të përsëri mu martu me burrin aktual që ke pas divorcit. Më duket ekziston një farë lloj hile çto? Jo, këtu po himi me një fushë të detajizuar. Po, normal. Nëse burri dhe gruaja ndahen. Po. Burri ka të drejtë ta rikthen gruan deri t'i ban 3 muaj. Ta rikthen. Për shembull, kanë mosmarrëveshje, edhe nda. Kanë kohë 3 muaj. Ka kohë 3 muaj, që ka të drejtë ta rikthen, të ribashkohen. Mas 3 muajve, nëse kalojnë 3 muaj, dhe dëshiron të kthehen, do të mu kthy me akt të ri martese. Çush është? E njëjta si pe fillimit. Okej. Do me thonë si pe fillimit. Po nëse janë shkurrizuar më shumë se 3 herë. Sa ka? Ka raste, do me thonë që shkurrizohen një herë. Njëjti çift 3 herë. I njëjti çift. Ka raste. Janë bashku, janë bashku. Se të janë detaje që si preferojmë mi fol publikisht, po me që pyetje po flas. Nëse ndahen për 3 herë, ma për jetë e kanë haram njëri tjetrin për jetë këtë një. Se si preferon bashkë këto tema, hoq, po janë interesante për shikuesit, unë e ku pasa shumë shkruaj në redaksi pikërisht për çdo çështje. Mirë, e fundit është krejt hoq edhe kur dy bashkëshorë, domethënë njëri vdes ose i ri ose në moshë, tash tjetri mbetet vet. Shumë shpesh kemi pasur që ja kanë dhënë besën njëri tjetrit që në këtë jetë për sa të jem gjallë nuk do të martohem me dikën tjetër. Nëse mund me majtë këtë premtim, Zoti shpërbleft. Ka shpërblime me majtë këtë premtim? Një grua e cila mbetet e vej dhe i rrit fëmijët në hijen e asaj beset ati burri që ka pas. E dini se shpërblimi sa është shumë i madh në ahiret. Sa është e privilegjuar e grua. Kur të gjithë kanë për shembull të lashën nesër ku dalin para Zotit Madhreshëm, kjo e ka garancion, e ka dëshmi pejgamberi sa. Domethënë ka si dëshmi pejgamberin për rrugtimin e saj në botën e përjetshme. Pra ka një privilegj se kanë tjertë, po nëse e man, nëse s'u e man për shkak të jetës, obligimeve të jetës, pra nuk e ka të ndaluar që të martohet. Hoq, faleminderit shumë. Faleminderit për juve, përshëndetje gjithëve. Të nderuar shikues, ne kaq patëm nga sonte, bashkë do të shihemi javën tjetër. Deri në takimin tonë të radhës, qëndroni me programet e DTV Media. Mos harroni që më njëherë pas përfundimit të emisionit Bardezi, e keni edhe emisionin live pas darke me Korab Rexhepi. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.